për me realizu që të da i na kriju, për me adhuru Allah në zëvgjel me namaz, me sejtë. Do më dhënë, fizionomia njerit nuk a lëdën për diçka tjetër vetëm se për me ronë sejtë. Për nga qka sejtëja është kënaqësi, xheneti i besimtarit në fytyrë tokës është sejtëja. Nuk ka do më thënë kënaqësi një besimtar që e një Allah në zëvgjel. Wallahi edhe billah edhe tallaj nuk gjon kënaqësi ku me ditë çka, çu gjon kënaqësin kur bën sejtë. Omer radhiyallahu anh një fjalë tjetër të tij tha, motivet që e monin Omerin me dëshirë për me jetu. Çfarë qefi kesh Omeri që e monin atë aktiv në jetë për me dashur me jetu. Tha, po mos ishin 3 gjëra, s'kisha pas qef me rnu, kisha pas qef me shku tek Allah azza wa jall. Laula an ada jabhati lillah. Sikur mos ishte sejdja që është zbollin tuk për Allah. Dhe po mos ishin nejat me vllazni që ndëgjon fjalë të urta dhe mësime, që përzgjedhen fjalë të mira dhe urtësi qysh përzgjedhen frytat e mira. Të shnosha. Dhe po mos ishte an asira fi sabilillah, që të dal fi sabilillah në rrugt të Allahut azza wa jall, an jihad, an hajj, an umra, an vizitë në vëlla. Mos ishin këto 3 qëllime, s'kisha dashur me jetu. Qëllimin e parë që ka përmend për me realizu që të da i na kriju, për me adhuru Allah azza wa jall me namaz, me sejtë. Do më thonë, Allahu azza wa jall alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, që ka përsos çdo sen që ka kriju. Na ka kriju në vençasi fizionomie veç për sejtë dhe i na kriju. S'na i kalon flok dhe i qëto, dhe si kalon vetlat dhe i këto, ta kalon ballin, apo pjesën më të ndershme tonën ta kalon qelçë, veç çato për hir të Allahut me qitu. Do më thënë, fizionomia njerit nuk a lëdën për diçka tjetër vetëm se për me ronë sejtë. Për nga qka sejtëja është kënaqësi, xheneti i besimtarit në fytyrë tokës është sejtëja. Nuk ka do më thënë kënaqësi një besimtar që e një Allah në zëvgjel. Wallahi edhe billah edhe tallaj nuk gjon kënaqësi ku me ditë çka, çu gjon kënaqësin kur bën sejtë. Pse? Po Allah të ka kriju, të ka jep qasë ndjenje që aty pushon, që aty kënaqesh. Për këtë shkak, qysh është transmetuar nga Thabit el-Bunani, ka thonë po gëzohna kur po vjen nata, ama pe kam një dëro dhe një mërzit që shpejt po kalan. Pse? Po si ka mjaftu do më dhënë aty me bostesh dhe sa duhet se ka kalu shpejt. Nata, po. Allahu azza wa jall sahabët i përmend në Kur'an, kur i thot ftyrat e tëne, çka thot? Min athari sujud, i vren ata, i sheh ata nga gjurmët e sejdës. Dallohen ata. Dallohen këtë botë nga gjurmët e sejdës. Nuk do të thotë kjo që kanë thonë lemoja me pas zë, apo po sejdja kom ta jap fytyrën tonë një dritë, që kujt Allah azza wa jall ka jap zemër gjallë kam e pa atë në ballë tonë. Hiç pa pas të më pas shaj, apo sahabët që shtyen dallu. Shanjen e nurit që e kanë në ballë kanë si shkak i sejdës. Dhe për këtë Allah azza wa jall në xhehenem ja ka bu haram atij zjarrit që është më i fuqishëm se vullkanet e kësaj dynjaje për 69 herë. Zjarri më i madh këtë botë vullkan pezojmë, apo sa është më i fuqishëm xhehenemi? Ka thonë pejgamberi sa jo nuk është sa zjarri i dynjas. Ju ka shtu atij edhe 69 herë më shumë. Haram e ko qaj zjarë, që do më thonë e shkrin ku me di qëfar qeliku dhe metali, haram e ko me ta djek ballin, edhe dorën, edhe gjojt, edhe komën. Pse? Këtu i kishit për hirtë Allah të sejtë. Do më thonë, krenaria besimtarë është atë, në sejtë. Dhe kur të këshush krejt, fjallët, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabë dhe të selefit, e kanë lidhë kënaqësia më e madhe në dynja çka është 2 rekate. Një sejtë. Që kam përmendur lemoja sikurse që Tirmidhiu në xhamin e tij apo në koleksionin e tij ka përmendur që ndodh që një sejdë që bën në robi në një namaz që se ka nxon rekatin. Shkon në xhami dhe pisha turan sejdë, se ka nxon rukun. Apo Tirmidhiu e përmend. Thot kanë thonë ulemoja ka mundsi që ajo sejdë është shkak i faljes së këtë mëkate ftuar. Që ajo sejdë që thot dikush po çameron sejdë në se nxon rekatin, pe pres. Berse çajo ka mundsi
është shkaku që ty të falin këtë. Një sejdë. Njëja qëllën shpëton gjatë gjithë jetës. E para thotë që më jep motiv për me jetu është sejdja. E dyta, me nejt me xhlis me vllazni që i përzgjedhin fjalët e tënde. Ju flasin gjithçka, ju keshin dhe ju bëjnë hajgare. Wallahi hajgare dhe kesh janë ditë sot jeta u bu hajgare dhe kesh. Krejt. Tash mua edhe kur ulën dikon edhe veç kesh dhe hajgare mu. Spjet mu as kënaqësi dikush më ta kallzoni. Po them kushtimi i Barcelonet të mirë që me çtime kesh të këtë gjendja, këtë u bu hajgare. Do të më pas bë, njëre do të më pas një farë edukat edhe në mezhlis, nuk ka këtë hajgare po. Kur shkon me nejt me një vëllai, lexoj një faqe do fjalë të urta që aty le të bëhet muhabeti, mes që aty në let ose rreth tëne le të bëhet muhabeti. Dhe e treta, njeri me bën një punë për hir të Allahut azza wa jall. A del fi sabilillah në vizitë një vëllaut. Fi sabil, nuk i kur far qëllimi tjetër, veç për hir të Allahut po shkoj me vizitaj. Veç për hir të Allahut azza wa jall po shkoj t'i japi një selam. Veç për hir të Allahut azza wa jall po shkoj në haç, po shkoj në umre. Për hir të Allahut po shkoj në xhihad. Do të thotë një punë që kërkon për të një mund për hir të Allahut azza wa jall me kry. Çetojmë plot motive që mojnë edhe kom qef si shka këtu në me jetu. Po mos të ishin këtu. Qfar motivi ka me jetu a njëre që se din qka është sejdja? Qfar motivi ka me jetu a njëre që se din qka është me bu një pun fi sabilillah për hir të Allah? Zdena, o kuptën. Gjdo pun që e bën du të mi aqit ati interesin ku e ka. Maslahagji, apo mu ko njeri interesgji. Pse mi folën këti, pse mi aqun, qka ka mas? Kë njerës, se meriton me jetu kjo.